Rjeti Dajlan Avdis shtrihet nga një depo makinerish bizhozi në një qytet bavareze te kullat që ngrihen në zemër të Tiranës dhe resortet strategjike në Bregdetin e Jugut. Një rjet i ndërtuar mbi parat fista, me struktura në Austri, Gjermani, Çeki, Holland, Londër dhe Dubai. Mjeshtri pastrimit parave të mafias kryeministrore, Dajlan Avdia, i lindur me 20 qershor 1968 në Tiranë dhe me shtetësi gjermane, e ka ngritur perandorin duke kaluar nga aparatet e lojrave të fatit dhe betoni i Tiranës dhe Sarandës. Parat e pista kthehen në pasuritë lëlishme përmes strukturave ndërkufitare, pas investimeve me miliona euro në kulla e resorte qëndrojnë financime të pista me burim drogën, bigjozin dhe pastrim parash të mafjes. Gjurma gjermane nga Sintek te Alpen Casino. Në gusht 2009, në Freilassing të Bavaris, pak kilometra nga kufiri austriak, u regjistrua te Amtsgericht Traunstein me numër HRB 19375 një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Fillimisht quhej Sintek GmbH, më vonë u riemërua Alpen Casino, një shoqëri me kapital 25.000 euro e specializuar te aparatet e lojrave të fatit. Dajlan Avdia ishte administratori Alpen Casino e një shtatori 2009 deri më 7 tetor 2010. Ishte gjithashtu bashkëpronar. Lista e ortakëve të datës 22 dhjetor 2009 dhe 13 gusht 2010 të depozituara në regjistrin tregtar gjerman e lidhin praninë e tij me shoqërinë austriake që ai zotron edhe sot, Complitex GmbH. Alpen Casino ekziston ende. Në maj 2021 Selia u transferua nga Freilassing në Forstning pranë Munichut, ku sot regjistrohet te Amtsgericht München me numër HRB 265809. Dajlan Avdia nuk figuron më si pronar apo drejtues, por fillimi i tij në këtë biznes është i dokumentuar dhe ai fillim përkon me strukturat që do të shërbenin për të kaluar parat përtej kufive. Guacka austriake me miliona euro. Në Linz të Austrisë, Dajlan Avdia zotron dhe drejton Complitex GmbH, e regjistruar te Landesgericht Linz me numër FN 336417G. Me selinë në Ferdinand Marktstrasse 22. E krijuar më 27 nëntor 2009 me kapital 35.000 euro, Avdia është administrator dhe ortak i vetëm i saj që nga themelimi. Ajo që e bën veçantë këtë shoqëri janë aktivat. 4.86 milion euro në 2019 dhe 4.6 milion euro në 2020, pikërisht vitet kur Avdia e kishte kthyer fokusin nga bizhozi te betoni në Shqipëri. Pyetja është spaku duhet ta bëjë nga vinj këto para, lidhja austriake dhe shqiptarët brenda saj. Lista e ortakëve Alpen Casino e datës 17 gusht 2017 tregon se pronësia e shoqërisë kishte kaluar te një grup holdingesh austriake. Apex Holding me 40% e lidhur me grupin austriak të teknologjisë së lojrave të fatit që graviton rreth fondacionit Privat Stiftung Schloss Tanbach dhe familjes Weissengruber. Bettelgangs dhe Consulting GmbH me 25%, e drejtuar nga Josef Zaunmeier, dikur drejtues të Apex Gaming Europe. Kand Investment GmbH me 15%, ortak Kastriot Ndoja. Pikërisht Kand Investment përbën lidhjen më interesante. Administratori i saj është Kastriot Ndoja nga Kuksi, i cili e drejton që nga 25 marsi 2010. Ortak i vetëm i saj sot është një shoqëri shqiptare, Greenline Holding ShBK me numër NUISL 0132104C, e regjistruar më 21 janar 2010 në Tiranë. Emri Kand rrjedh nga inicialet e Kastriot Ndojës. Edhe Ndoja figuron në listat e ortakëve të Alpen Casino që është më 13 gusht 2010, pra në të njëjtën fazë të hershme kur shfaqej edhe Complitex e Dajlan Avdis. Dy shqiptar brenda së një të struktura austriake të lojrave të fatit në fillim të viteve 2010. Dajlan Avdia përmes Complitex, Kastriot Ndoja përmes Kand Investment dhe Greenline Holding. Autoritetet gjermane kanë sjellë në spak jo pak fakte për rrjetet ndërkombëtare të drogës dhe pastrimit të parave, por pyetja mbetet, a do të hetohen një herë e mirë kompanitë e bigjozit të Dajlan Avdis dhe Kastriot Ndojës në Gjermani për të parë nëse ato janë përdorur si kanale për transferime kapitali dhe dërgime parash drejt projekteve të lidhura me ndërtimin në Shqipëri? Greenline Holding ndërtim dhe bigjoz në të njëjtin objekt. Greenline Holding ShBK me NIP L01321041C u regjistrua më 21 janar 2010. Objekti i saj përfshin thellimin dhe administrimin e shoqërive, ndërtimin, energjinë, pasuritë e paluajtshme dhe lojrat e fatit. I njëjti model biznesi që ndërthur ndërtimin me bigjozin, i njëjti model që ndjek edhe Dajlan Avdia. Kastriot Ndoja zotron gjithashtu Six Stone Investment Group me NIP M41623031T. Ndoja Gaz me NIP L73006601G në Gjirokastër dhe figuron të shoqëria AM dhe AN me NIP K61812008F që nga viti 2006. Perandoria shqiptare e ndërtimit. Në Shqipëri Avdia shfaqet në regjistra tregtar që në 2007, pothuajse gjithmonë bashkë me vllajën e tij Glendi Abdin, Teknoalb që nga 14 qershori 2007, Lajnia Style që nga shkurti 2014
2014, Blue Holding në pronësinë 100% të Avdis që nga 1 maj 2015, TDT and Partners që nga qershori 2016 bashkë me Natasha Matën, Invest Society që nga nëntori 2016. Teknoalb nuk ka qenë gjithmonë Avdis. Kjo kompani ka përkitur Ilir dhe Natasha Matës deri në vitin 2017, kur Dajlan Avdia e bleu atë. Natasha Mata është personi që ka kopsitur dokumentet për Dajlan Avdin. Lidhja e çiftit Mata me bosin e Apex do të trajtohet në një artikull tjetër. Por vala më e re është ajo që meriton vëmendjen më të madhe. Në tetor 2025 u regjistrua Azyre Management. Në dhjetor 2025 Blue Key Hospitality. Më 27 prill 2026 Capital Gaming, një shoqëri aksionare e lojrave të fatit. Pra në të njëjtën kohë kur publiku mendon se Avdia është investitori i ndërtimit, ai po rikthehet te Bixhozi dhe po ndërton hotelerin. Betoni mbulon gjurmët, por struktura është e njëjtë. Shitja e Apexit dhe kthimit e betonit. Më 1 qershor 2018, pak muaj pasi Bixhozi u nxor jashtë ligjit në Shqipëri, Avdia ja shiti 16% e aksioneve të Apexal, kompanisë austriake Apex Enterprise GmbH me adresë në Gotha, Austri. Çmimi rreth 500.000 euro. E njëjta Apex Enterprise vepron në të njëjtin jurisdiksion me Complitex, i njëjti qark e njëjta logjik. Pas shitjes së aksioneve të Bixhozit, Avdia u zhvendos te ndërtimi. Dhe lejet erdhën të dendura në zonat më të lakmuara të Tiranës. Kullat e ish bllokut në nëntor 2017 përmes Invest Society. Book Building pranë Sahatit në shkurt 2018 përmes Teknoalb. Kulla mbrapa presidencës në qershor 2018 dhe më 4 qershor 2025 leja për kullën 47 katëshe Embassy Tower përballë ambasadës amerikane. Rasti i Book Building flet vet, një kat i 4 nëntoksor pa leje, 1800 metra katror, i shtuar gjatë izolimit të pandemisë në prill 2020. Gjoba 650.000 euro në nëntor 2022, dy kërkesa për legalizim të refuzuara, por më 22 maj 2025 gjykata administrative e apelit e rrëzoi gjobën, jo për arsye themeli, por sepse ishte vendosur jashtë afateve. Një tjetër pazar i mbyllur. Investitor strategjik në Sarandë dhe Krorëz. Projekti më ambicioz i Avdis nuk është në Tiranë. Në korrik 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen për resortin e lëkursit në Sarandë, 30.000 metra katror, poshtë kalasë lëkursit, Miravilla dhe hotel 5 yje me 140 dhoma. Ndërtuesit TDT and Partners e Avdis status investimi strategjik me vendimin numër 23 datë 9/7/2024, por projekti që ngre dyshime serioze është ai i Gjirit të Krorzës në nëntor 2024. KKTU miratoi lejen për kompleksin turistik në këtë zonë. Zhvilluesi Invest Society e Avdis, projekti u hartua nga Studio Luzzadini në Firenze. Gjiri Krorzës është një nga grupderdhjet e fundit të virgjëra të Rivierës shqiptare e aksesueshëm vetëm me vark ose pas një ore gjysmë ecje. Tani kjo zonë e mbrojtur do të mbushet me Miravilla në 68 hektarë. Dajlan Avdia thotë se do të investojë 1 miliard euro në këtë projekt. Por pyetja është, a janë këto thjesht fjalë për të shtuar në dorë pasurinë kombëtare? Avdia nuk ka asnjë kapacitet të ligjshëm për një investim të tillë. Monumentet natyrore dhe kulturore me styre kisha antike rrezikojnë të sakrifikohen. Arrihet i zgjerohet në qendër i njëjti emër. Dajlan Avdia, pastruesi i parave të mafias kryeministrore, i shpallur investitor strategjik, pikërisht atje ku natyra dhe ligji nuk duhet prekeshin. Prapa investimeve miliona euro që Avdia ka bërë në kulla e resorte në Tiranë e Sarandë, qëndrojnë financime të pista me burim drogën, Bixhozin dhe pastrim parash të mafjas. Në librin Albanian Files, Avdia ka një rol të rëndësishëm, libër që po hetohet nga SPAK, por megjithëse Dajlan Avdia nuk do të hetohet kurrë. Pse? Për shkak të lidhjeve të tij në drejtësi dhe me rrethin e ngushtë të vllajt të kryeministrit. Dajlan Avdia ka qenë administrator dhe pronari i një shoqërie gjermane të Bixhozit, zotron një shoqëri austriake me aktive miliona euro. Kontrollon në Shqipëri një grup shoqërish që kanë kaluar nga tregtia të ndërtimit dhe hoteleria. Ka marrë leje për resorte strategjike në Sarandë dhe Krorës. Nga vijnë aktivet e Complitex, si u financuan kullat në Tiranë, ku qëndron pas holdingeve austriake. Këto pyetje SPAK-u i ka në tryez, por Avdia nuk preket, lëviz rehat në rrethin e ngushtë të vllajt të kryeministrit. Një lidhje që i ka hapur dyert të gjitha projekteve strategjike, nga Bavarit e Tirana, nga makineritë e Bixhozit e kullat e betonit. Perandoria e tij është ndërtuar mbi parat pista dhe as kusha SPAK-u, as gjykatat, madje as opozita nuk ka guxim ta prek.